Përpos të praktikës në fakt të shkollave nga shumë adoleshentë sot, një tjetër problem në rritje është përdorimi pikërisht i lëndëve narkotike në ambientet e shkollës, por edhe nga nxënësit, të cilët janë kthyer në probleme. Është vënë një alarm kohët e fundit dhe ne këtë duam të diskutojmë sot. Genta e ka bërë të mundur. Sigurisht që po, ne kemi diskutuar edhe në këtë studio me përfaqësues të nismave të rëndësishme, të njëjtën gjë do të bëj Genta për të parë nga afër se çfarë po ndodh aktualisht në lidhje me një situatë e cila duket jo dhe aq pozitive. Genta, besoj je gati apo jo? Absolutisht po. Ajo çka keni paraprirë ju është vërtet, në fakt alarmi vjen nga drejtori Aksion Plus Genci Moçollari për një lloj rritje të frikshme në fakt përdoruesve të drogës nga nxënësit e shkollës. Dhe tani më ka ndodhur që duhani është bërë i butë, e konsideruam ne me Gencin, sepse përdoren droga shumë të rënda. Fillohet menjëherë me droga shumë të rënda, çka dëmtojnë jashtëzakonisht shumë të riun, po sigurisht ai si një pjesë e shoqërisë edhe plaga hapet për gjithë shoqërinë. Kështu që më lejoni të përshëndetem me Gencin. Faleminderit që jeni one morning. Mëngjes. Është kënaqësi për ne që her pas here t'i rikthehemi temave të caktuara për të patur kështu një lloj ndërgjegjësimi, por edhe për të mësuar të vërtetën, se për sa kohë nuk e dim problemin, as nuk kemi si e zgjidhim atë. Cila është situata aktuale, Genci? Në fakt droga është një fenomen që duhet folur për ditë, sepse ka të që e përdorin çdo ditë. Tashmë ky është realitet dhe nuk mund ta shmangim dot. Nëse mundohen që shumë shkolla edhe të mbyllin syt përpara këtij realiteti me idenë që është shkolla për të mos dalë, për të mos u përfolur, po them, që shkollë që përdoret. Megjithatë mund të them që statistikat dhe studimet në përgjithësi fokusohen në Tiranë, kështu që kur bëjmë fjalë për shifra gjithmonë flasim për Tiranën, ndërkohë që situata është shumë më ndryshe rreth e tjera, domethënë që nuk është e njohur për ne. Për shembull, nëse flasim për hepatitin B dhe C midis përdoruesve të drogës, flasim për shifra 28% edhe pak më lart, po të shkojmë në qendrën tonë që kemi në Korçë, shifra arrin dhe 50%. Kështu që kur flasim mos për drogën, flasim shumë dhe për parandalimin ose për mosmarrjen e virusit HIV-it, që më vonë shumë ke SIDA, por dhe hepatiti është një sëmundje shumë e rëndë dhe është barë edhe financiare për shoqërinë tonë. Kështu që janë shumë të lidhura shumë komponentë, duke filluar nga një përdorim i thjeshtë, domethënë i pafajshëm, po themi, drogës që fillon të shkollat e mesme, edhe pastaj duke shumica përfundojnë, domethënë edhe në droga më të rënda, po i themi, siç është heroina. Dhe pasojat janë kaq të lidhura domethënë me njëra tjetrën, sa që ne s'mund ta parashikojmë dhe mund të rendis kaq shumë sfera të shoqërisë tonë, të cilat preken nga përdorimi i drogës. Patjetër. Duke u nisur nga përdorimi i drogës, për shembull tek të rinjt. Tek të rinjt, nga informacionet tona, për shembull Tirana dihet që përdoret si metropol për vetë, por edhe rreth e tjera në të cilat dominon, po them, dhe prodhimi ose trafikimi i drogës, rrjedhojës dhe përdorimi i saj. Domethënë nuk mund ta shmangim që ne jemi thjesht prodhues e trafikues. Gjithashtu domethënë dhe përdorues po shtohen dita ditës. Shifrat e fundit flasin për rreth 40.000-50.000 përdorues që e kanë përdorur një herë, ndërsa 6.000-7.000 prej tyre janë përdorues që janë bërë të rregullt i farmase, janë bërë të varur. Midis të rinjve po themi rreth 7%, varion nga 5-7% janë ata që përdorin kanabis. Po them ata të rinj që nuk kanë shumë të ardhura financiare, nuk kanë shumë lek për të harxuar të shkollave të mesme, dhe kjo është droga më e lirë dhe më shoqërore që mund të ofrohet edhe në mjedise të ndryshme. Por në qendrën tonë, sepse ne kemi një realitet të prekshëm, domethënë qendra është ajo që nxjerr evidenca, nxjerr fakte, tregon që ka shumë të që vëllën drejt me heroinën. Varet ku ofrohet, si ofrohet, domethënë si ngjit. Drogat e tjera si amfetaminat, metamfetaminat, ekstazia më pak të përdorura, mund shkojnë 3% midis të rinjve, që vetë deklarohen në një mbrëmje ose në një party, domethënë në një disko. Por drogat e tjera si kanabis, si për shembull dhënat e fundit tregojnë që mund të mos ketë dëme shumë të prekshme në një kohë të shkurtër ose që mund t'i masësh, po them analiza, por në afat gjatë kanë shumë dëme tjera që trit nuk i marrin në konsideratë, sidomos kur janë hapat e tyre. Filozofia jonë funksionon sepse janë bërë shumë fushata parandalimi, ose paktën shteti i ka bërë me hope ose në ditë përcaktuara. Funksionon në idenë që si dhe me duhanpirjen, mos pi duhan ose mos përdor drogë, ai që e ka ndarë më në do ta pi. Po ne themi që nëse do ta përdorësh, atëherë përdore në mënyrë të sigurt. Domethënë duhet të mbrohesh, të dish pasojat, të dish si është ligji. Sepse edhe ligji në këtë rast
dënon, domethënë. Ne dim, ne kemi dhe shumë të rinj në lirim me kusht, në shërbim prove, të cilët janë vinken edhe marrin edhe terapi qoftë këshilluese, po qoftë edhe me metadonin, terapia që funksionon në këtë rast për përdorus të drogës. Bashkëpunimi ynë, thash, duke qenë edhe droga një fenomen shumë sektorial, edhe bashkëpunimi ynë është me institucionet ndryshme, duke filluar nga Ministria e Shëndetësisë, duke filluar nga Ministria e Drejtësisë, shërbimin e provës dhe pjesën e burgjeve, se ne ndihmojmë edhe përdorusët, i asistojmë edhe përdorusët që janë në burgje. Genci, cili është raporti që vendoset mes jush dhe një ish përdoruesi, po them, në momentin që ai ka ardhur në qendër? Ka një lloj marrëdhënie besimi përpos kësaj, po cilat janë shpeshherë motivet që e çon një të rinj? Flasim këtu për gjimnazistë, të cilët minimalisht kanë jetën e siguruar ndoshta nga familja në ato hapat para. Është shoqëria apo ndoshta edhe në moshat më të mëdha fillojnë ato problemet jetësore që shtyjnë drejt përdorimit të këtyre substancave? Motivet janë kaq të shumta edhe kaq shumë ndryshme dhe varojnë nga një person ke tjetri, saqë në përgjithësi domethënë nuk s'ia vlen ti hysh thellë domethënë. Po në përgjithësi është kriza e moshës, domethënë adoleshenca, ka pjesën e saj të pasigurisë, kush jam, çfarë do bëhem, pozicioni im, domethënë, ose pozicioni që u dhe në grup, për shumë ka, edhe mund të them që ka tipa që janë të hedhur, ata që janë të parët e grupit, po them, liderat e grupeve, që përdorin nuk e di për qëllimet e tyre, për të qenë dhe më dukshëm, po ka dhe persona që janë të ndrojtur. Për shumë ne kemi edhe shumë ata që po themi janë artistë, ose janë të ndrojtur dhe e marrin substancën për të qenë për të krijuar një status tjetër qoftë në grup, qoftë në shoqëri. Do të bën të ndjen më mirë, të ka përcjell ndrojën e tyre, frikën e tyre, pasigurinë. Edhe po them që është një klim shoqërore përreth nesh, e cila, më thënë direkt ose indirekt, ndikon edhe që personat shkojnë për shembull papunësia. Ose një person që ka damkën një përdoruesi është i parë që hiqet nga puna, ose është i fundit që merret në punë. E duke marrë një punë dhënës në pozicionin e tij, më thonë, ai ndihet shumë, më thonë, në një pozicion të ngushtë që të marrë një person të tillë duke mos pasur besueshmëri. Ndërkohë që këta njerëz duan të integrohen, edhe tek qendrat tona kështu funksionon. Një person mund të hyjë në terapi, mund t'ia hedhë shumë mirë nga pjesa fizike, nga pjesa e mirëqenies, por kur vjen pasaj koha që duhet përballet me jetën, krijon një familje, të filloj një vend pune, atëherë ai shikon që është krijuar një mur rreth tij, domethënë. Ai është i pazotë për të kapërcyer këtë mur, edhe do shkojë ke gjëja më e thjeshtë dhe më e lehtë dhe që jep kënaqësi. Domethënë sepse në gjithë fundit, domethënë dhe këta përdoruesit bëhet fjalë për kënaqësi, domethënë. Ne fitojmë kënaqësinë në forma të ndryshme. Një person në një pjesë të tij, domethënë, ose thash ka motive të ndryshme, është thyer, është ndarë nga partnerja, shkolla, fatkeqësira, gjëra të ndryshme që ndodhin në jetë. Ngushëllimi i parë, domethënë, dhe më i thjeshtë është ky. Por duke ditur që duke filluar, po them, nga një hyrje në rrugën e drogës, qoftë me një cigare, do pak marijuanë që ta ofrojnë, fillimisht e pëlqen, më thënë lidhen shumë faktorë, ndihesh mirë dhe pastaj fillon dhe hyn më thellë. Krijohet ajo që themi ne që është toleranca, pastaj nga njëra drogë kalon ke tjetra, dhe pastaj e sheh veten në një kurrë, domethënë që nuk është e lehtë dalësh më. Do thënë është një ti kaq shumë i keq orientuar në një labirint, saqë humbet aty. Dhe të paktën qendra jon ofron, do thonë, tani kemi 500 persona, 500 në Tiranë dhe 5 rrethe. Kemi plane edhe në Berat, duke pasur parasysh që Berati ka dhe shumë zona për rreth që janë Berati vetë, Gramshi etj, por në varësi të projekteve dhe fondeve. Deri tani nuk mund të ankohem qoftë edhe nga donatorët e huaj për shumë siç janë agjencitë OKP-s, po edhe shteti vetë, bile edhe Ministria e Financave gjetën një mundësi për të marrë një farë fondi. Presim një suport më të madh edhe nga bashkitë, megjithëse në rrethe ku kemi hapur qendra suporti është duke na dhënë paktën godinën. Kështu që dy persona që punojnë, them që gjithçka po ecën mirë. Më thënë ka shumë njerëz, me sa duket fenomeni është kaq shumë i prekur sa që gjithë duan ndihmojnë në si formë ose në një formë tjetër. Bashkëpunim të ngushtë kemi pasur edhe me policinë, se deri dje po, domethënë po, policimet në komunitet,
Se deri dje shteti mendon që duke forcuar policinë, duke forcuar zbatimin e ligjit, duke kapur sa më shumë drogë, domethënë duke prishur të mbjella, mund të dominonte, ose kjo ishte pjesa më me rëndësi. Në fakt, pjesa që ka më shumë peshë është pjesa e trajtimit dhe terapive. Dhe bota i ka treguar prekohështë që funksionon më shumë në këtë aspekt. Konkret, pa diskutim, gjithë faktorët në bashkërendim me njëri tjetrin, atëherë bëjnë atë çka duhet, një rezultat duhur. Flasim pak për trajtimin e një personi që vetë ofrohet në një qendër për të dalë nga situata e një përdoruesi drogës dhe gjithçka negative që kjo gjë sjell, sigurisht që ju i përmendët pak më lart. Si trajtohet hap pas hapi Genci, apo dhe këto janë raste individuale në varësi të individit apo të rastit? Ajo që mund të them unë që është risi, po them edhe në shumë vende të rajonit dhe ne mbajmë si shembull shumë mirë për këtë, është ideja që kjo terapi funksionon në qendër komunitare, më thënë, funksionon në shoqat. Në shtet, më thënë, dihet që shërbimet janë dhe më të mangëta, më thënë, mungon ajo pjesa e misionit, pjesa miqësore, se personat të tillë nuk mund t'i quajmë pacient si të gjithë tjerë, më thënë, është një ndryshim dhe ata vetëm ndjejnë këtë gjë. Ata e ndjejnë nga mënyra se ti e pret, domethënë si buzëqesh, si ja bën ato hapat e para, më thyrën mënyrën. Dhe këne funksionon shumë mirë. Ne i konsiderojmë gjithë sigur janë, domethënë miq tanë, shokutanë dhe shumica për tyre janë mos miq tanë direkt, miq të miqve, ose njerëz me një staz shoqëror, domethënë që kanë një staz shoqëror. Natyrisht që diferencim ka dhe ne dim që një person që ndodhet në situatë tillë më thënë mund të bëj shumë gjëra. Përderisa ai për shembull nuk ka parat për të siguruar dozën e ditës, atëherë do detyrohet të marrë borxh, të vjedhë, të ndoj familjen, të shesi, të gënjej. Kështu që këto janë gjëra që fatkeqësisht më erdhi në mendje një rast tani, një djalë i cili kishte kërkuar para të jatit dhe nga të goditurat e vrau praktikisht, vdiqi jati. Është një shembull shumë i keq kjo për të kuptuar se deri në çpik të çon përdorimi i drogës. Sepse një person i tillë që nuk ka substanca narkotike, po them, ose një preparat, një ilaç që ta zëvendësojnë, të rast thash metadon ose terapi të tjera, po për fat të më thonë të keq, ose më thonë ka që mundësitë kjo preparat funksionon vetëm për heroin, për drogët e heroin, për drogët e tjera nuk ka preparat të tilla, po heroina ndërkohë ka varësi të madhe fizike, kështu që një person që e përdor heroinën do të marrë një herë, 2 herë deri në 3 herë në ditë, edhe me doza të larta. Imagjinoni që 1 gram heroin shkon ke 30.000 lekë vjetra. Sa një person do dojë, domethënë që ose merr më shumë se 1 gram heroin. Duhen mjete financiare, ndërkohë droga e rrugës është drogë ilegale, domethënë drogë përziere, krijuar në kushte jo të duhura, domethënë duke filluar nga shumë element. Plus doza e dëmtimit edhe të shëndetit në këtë rast. Dhe shtohen, për shembull, shumë përdoruesi pse në overdozë nuk pësojnë direkt nga droga, nga sasia e drogës që marrin e pastër heroin, por nga elementet shtesë. Po. Plus që shtohen dhe komponentë tjerë, kur e bën me shiring, është akoma më rënd, shtot rreziku i marrjes së hepatiteve, që e dha më sipër që shkon deri edhe në 50%. Pastaj për të mos folur për rastin më të keq që është HIV, që në rastin e përdorimit me shiringa është pothuajse i sigurt, nëse shkëmbejnë shiringa kur nuk kanë. Kjo ndodh shumë grupet e përdoruesve të rrugës, kur kanë mundur të sigurojnë vetëm një dozë heroine, po them me shiringa dhe shkëmbejnë midis tyre. Kështu që janë shumë komponentë, janë shumë faktor risku, faktor mbrojtës janë shumë pak, sidomos në një vend si ky yni që shteti ende nuk është i aftë përballoj. Për shembull, në vende të tjera ka dhe dhoma të injektimit të sigurt. Ai person ose ka terapi me heroin. Me heroin, sepse do marri heroinën që është e kontrolluar, që është e pastër, dhe di që ai do marri të paktën 1 herë në ditë. Nëse rastin e heroinës së rrugës duke mos qenë i plotësuar, do marri disa herë. E bën një ambient të mbrojtur, ku është një mjek, është psikologu dhe ti ke mundësi të bisedosh me të, domethënë të punosh. Infermierët e mjeku e kontrollojnë, ndërkohë domethënë që nga ana shëndetësore nuk po pëson gjë. Më thënë ka shumë element që ne, më thënë drejtën, jo se jemi lodhur, po përsërisim edhe në komisione parlamentare, në takime me vendimarrës, që jo gjithë të komponentë, se do ishte pasuri domethënë, por disa të paktën nevojë elementare sigurohen. Dhe besoj që nga kjo zhurmë që kemi bërë, kemi krijuar edhe një stok të metadonit, që këtë vit do blet metadon se ka kaq shumë sa që ose është blerë rajsa
Dhe kjo është gjë e mirë në farmacë, sepse thash duke pasur parasysh që personat që vojnë për shkakun që duan terapi për HIV AIDS, shpesh mungojnë terapi. Dhe merrem një person që do këtë terapi për ditë, është njësoj si po themi diabetik me insulinën. Do të ndalemi pak tek nxënësit e shkollës dhe komuniteti përreth. Mësuesit, drejtuesit e shkollës, familjarët, komuniteti që rrethohet prej tyre sigurisht. Një i ri që është përdorues i drogës, pa përmendur fare arsyet cilat herën kuptohen, herë jo, sepse mund të jenë dhe shumë personale. Sa e ka të mundur të vit ju kërkojnë ndihmë? Qofti diktuar nga ambienti i shkollës, nga familja e tij, në mënyrë individuale, ndërgjegjësohet për të kuptuar që është akoma herët dhe unë sigurisht mund të marr në dorë jetën time. E ka këtë lloj ndërgjegjësimi? Besoj në gjithmonë edhe në aktivitetet tona në shkolla, i mësojmë shumë faktit të referimit të rasteve. Për shembull, nisë që nga rrjeti psikologut nëpër shkolla. Një projekt që kemi krijuar ne si Aksion Plus dhe tani është marrë nga shteti, nga Ministeri i Edukimit, Arsimit. Gjithashtu, psikologët janë të aftë me trajnimin që kemi bërë ta direkt, janë të aftë që të adresojnë në një farë mënyrë rastin hapat e para, se ka shumë rëndësi dhe adresimi i rastit, sidomos kur sa po ndodh, për shembull, nëse drejtori ose mësuesi i shkollës kap një përdorues në banjo, që përdor ose shef shiringa, do të parë shumë shenja, madje kjo vlen edhe për prindrit, se shpesh prindrit janë të fundit që marrin vesh. Fëmia e tyre mund të jetë përdorues prekosh, se një përdorues mund ta gjykosh nga pamja. Ka të mënyra të sjellur që ndryshojnë, por mund të jenë gjëra që mund të linë edhe me moshën. Kështu që edhe me mësues ne kemi bërë trajnime, po duhen bërë trajnime të herpasershme. Ose thash që me personelin e burgut, me personat që janë përreth tyre. Atëherë, po të rinj, domethënë kjo është një formë sepse shumica e tyre nuk e pranojnë edhe që janë, mund të quhen përdorues, dhe pak nga pak kanë atë idenë që vetë kontrolli ose nuk duhet të identifikohem se nga kjo mund të kem humbje, mund të paragjykohem, mund të përjashtohem nga shkolla. Prandaj ka shumë të bëjë, sidomos tek të rinjt, mënyra se si trajtohen rastet në hapat e parë. Nuk duhet bërë shumë zhurmë, duhet ta përjashtosh, se vlen ta përjashtosh sepse rrethi ku ai do shkojë do gjejë ngushëllim, duhet të rrjedhi i njëjtë. Kështu që ai do bëhet dhe më keq, ndërkohë në shkollë mund të prishim mësimin, domethënë janë disa balanca shumë të brishta që besoj që psikologi i shkollës me gjithë pamundësinë domethënë e tyre dhe kufizimet duhet të trajtojë. Pastaj kur bëhet fjalë për hapat më të tejshme, domethënë ku ke hyrë akoma më thellë, ata e dinë shumë mirë se ku duhet vinë ose në përgjithësi gjetë informacione, domethënë edhe qoftë midis grupit që edhe çdo përdorues, çdo person që përdor e di se çfarë lloj terapie do. Dhe kjo në botë funksionon me idenë që unë dua për shembull një terapi që të mbyllem 5-6 muaj në një qendër të tillë rezidenciale. Një person në këtë pamundësi vjen ka Aksion Plusi sepse merr dozën e metadonit dhe vazhdon punën e përditshme. Funksionon si njëri normal, domethënë. Kështu që kjo kene mungon, kjo larmi, po them, trajtimesh, terapish, shërbimesh, dhe është pjesa e pasigurisë ashun që ti si përdorues së shtetin, më thënë, ka politika sociale, ose edhe bashkia duhet në të rast, që ti punsoj, bëj kurse. Në këtë fazë jemi në bashkëpunim dhe me shoqata italiane, për shembull, që kanë eksperiencë të fush. Krijohen mundësi të tilla që edhe persona të tillë të integrohen nëpërmjet pjesës psikologjike dhe domethënë psikosociale në këtë rast, dhe jo vetëm pjesës të. Është këtu kam përshtypjen post trajtimi, pra integrimi i tyre në shoqëri që kërkon një bashkërendim më të mirë, ndoshta edhe me strukturat shtetërore për punësimin e tyre të mëtejshëm apo dhënien e një mundësie apo jo, Genci? Patjetër. Unë të thash, më thënë, kjo është, ne kemi shumë persona që dalin të pasër. Dhe tani, se nga që edhe eksperjenca e unë të fush, bota ka për shumë Amerika në vitet 60 e ka futur, Europa pak më vonë, vitet 70. Dhe tani ata po ndjen këtë nevojën e psikoterapive, e terapive të grupit, dhe ne po mundohemi kaq shumë për të ngritur qoftë një grup brenda përdoruesve që i kemi në qendër, më thonë dhe 5 veta si mbledh dot. Ose jo pasaj mund të flasësh për një shoqat tyren, e cila unë takoj për shumë konferencët në përbot që kanë qenë përdorues, tani janë drejtojnë rrjete, institucione, flasin, bëjmë politika.
nuk duhet të të vërë damkën me pak fjalë. Të qenet një përdorues është një moment dobësie në jetën e gjithë secilit dhe pastaj njeriu ka shumë mundësi të marrë veten për të qenë pjesë e denjë shoqërisë njerëzore, me pak fjalë. E njëjta gjë domethënë si edhe me prostitutat, me punuesit e seksit. Mund të takoj shumë prej tyre, thotë po, kam qenë punonjës ose më thon seksi ose e kam shitur seksin për këtë qëllim ose për tjetrin. Tani drejtojnë shoqata, më thon menaxhojnë fonde, projekte, që janë gjëra që ata askujt nuk i vjen turp për të shkurën e tyre. Kështu që nëse këtu ende ekziston damka, megjithëse mund të them që ne si Aksion Plus e kemi prishur këtë klishe në formë mase, sepse që ne vijnë thash mund të vinë dhe njerëz që ti mund të njohësh, njerëz që ti takon për ditë. Që ai në një farë, një pjesë të si domethënë për një arsye ose tjetër e përdor, edhe do një suport nga ne, dhe kjo është farë normale, si ne do donim suport ose ndihmë në rase ku ndodhemi në vështirësi. Do thënë jemi kaq shumë të lidhur dhe them që ne kemi fuqizuar të marrëdhënie me të tjerë për të mirën e qendrës dhe të shërbimeve tona, më thonë. Duhet që se ne jemi në minutat e fundit, unë do doja dija që se kam studio në linjë dhe sigurisht Genci një apel të fundit, kryesisht drejtuar nxënësve të shkollave, sepse është ai brezi i ri i cili me anë të perspektive të moshës e tjerë bie ndoshta më shpejt e përdorimit të drogës. Në këtë gjë mund të them që ne për shkakun kemi marrë për shkollë dhe një shpërdorues. Mund të folur me të rinjt dhe duke treguar gjithë historikun, si e ke nisur, si ka ndonjë, ka qenë person i shquar, më thon person i njohur, dhe ai vetë ka qenë përdorues, edhe ka treguar gjithë historikun, karrierën e tij që është e gëzimshme, po, patjetër, më thon si e nis dhe kudo dhe ç'është më e rëndësishme se ku do përfundosh. Se e nis tash me një pafajësi, domethënë ose pa e vrarë mendjen, pa çakokën shumë, po duke ditur që rruga është shumë e vështirë, shumë e gjatë dhe shpesh të çon domethënë ose në overdozë, ose në burg, ose në botën e krimit, ose në uljen e dinjitetit, domethënë thjesht mund ti do japër diçka nga vetja. Kështu që si vlen ti sheshësh të gjëra kaq lirë që janë kaq shumë të çmuara në jetë, domethënë, dhe vlen ti përdorësh në një formë më pozitive. Lejo të falenderoj dhe të uroj punë shumë të mbarë, ju di që keni vazhdimisht jeni në aksion, siç është për Aksion Plus, kështu që mbarësi. Do të shpresojmë për më të mirën. Faleminderit. Kam Klevisin dhe Stelën, besoj. Po, sigurisht jemi këtu lind duke dëgjuar. Patjetër që po falenderojmë. Minutat e lidhjes i erdhi fundi, falenderit juve dhe ditë të mbarë. Gjithashtu edhe për ty në fakt, edhe për Gencin i cili gjithmonë është i gatshëm sjell këtë plag, do të thoja, të rinisë, shoqërisë shqiptare. Kemi sjellur edhe sot në Focus to One Morning, miqtë dashur, vërtet janë tema të cilat krijojnë një lloj ndërgjegjësimi, një lloj mesazhi drejt për drejt se si këta individ, këta të rinj ne mund t'i ndihmojmë në një formë ndoshta që ne nuk e kemi menduar në formë më të thjeshtë, mundshme thjesht duke hedhur syt nga ta dhe duke u munduar që t'i nxjerrim nga ky ves negativ i cili duke se lind tashmë në dyert e shkollës. Mirë, do të largohemi nga kjo temë natyrisht për të referuar të tjera diskutimeve dhe të tjerëve miq, cilët bashkohen me ne deri në orën 11 në këtë transmetim. Për momentin do t'ju lënë në shoqërinë e muzikës, ju mos u largoni se kemi ende të tjera tema apo kaq interesante.